një akt super çuditshëm që unë kisha, siç e keni parasysh intuitën e vajzave që kemi. Sigurisht, do të gjithmonë. Po. Në Instagramin e këtij dhe filloi kërkoj siç ne bëjmë të gjitha. Po. Dhe kërkoj me mbiemrin e këtij. Mbiemrin? Tani, kërkoj mbiemrin e këtij në Instagram. Te lista e këtij followers, sa vetëm del një vajzë. Profil privat. Kjo vajza më fute profili ku kishte me dashurin tim. Ua. E kishte vendosur foto profili. Do me thëmë, tani, kur delin mbiemri, dalin të kushërirat, fisi që janë... Nuk ishte foto... Foto profili me kushërirë. Po pra është jo normale. Po jo më? Më falë se po mundojmë të bëjmë avokatën e djallit në njëherë kot, po nuk vendoset foto profili kushërira. Kishte ndryshuar asgjë, domethënë nuk kishte asnjë kontakt më me atë, po thjesht ajo e kishte vendosur foton që të ishte pak më besueshme për zyrat atje në Belgjikë. Normal se polici do hyjë dhe do shohë çka ka foto profili ajo. Un kam një pyetje, më fal se nuk do ta ndërpres. Gjithë shunat edhe të Londrës, edhe të Belgjikës, edhe të Francës, edhe të Spanjës, i ndjekër ka policia? Unë jam Blerta. Për të parë të plot këtë episod të Pa Manual dhe të gjitha prodhimet tona të tjera, mos harroni të na bëni subscribe në Andale Pikal.